Visnin bijuteri në Itali dhe Greqi dhe i shisnin ato në Fier, arrestohet 27 vjeçari. Në kërkim bashkëpunëtori hetohen 7 argjendar. Demirel Sinaj, një 27 vjeçar me banin në fshatin Kreshpan, u arrestua nga policia Fierit pasi dyshohet se vithe bijuteriari dhe argjendi përfshirë varse me gur diamanti dhe më pas i shiste në argjendari të ndryshme në Fier dhe Lushnjë. Gjatë kontrollit në banesën e tij u sekuestruan bijuteri, ora sende të dyshuara me vlerë artistike dhe kulturore, si dhe fishe, karme gjahu. Bijuterit vidheshin Itali dhe Greqi dhe futeshin kontraband në Shqipëri. Bluzshpallën në kërkim bashkëpunëtorin e tij, një 47 vjeçar nga fshati Kraps i Fierit, me të cilin vidhnin jashtë vendit. Edhe aty u gjetën në banesë ora, bijuteri dhe një shkop gome, ndërsa një hetim në gjendje të lirë ka nisur për 7 administrator argjendarish në Fier dhe Lushnjë: Dritan Hoxhaj, Enklev Gjergji, Mirlind Subashi, Agron Kulluri, Albiano Shahaj dhe Bujar Balla, Jurida Dashi. Ata dyshohen se blinin sendet e vjedhura nga Demirel Sinaj dhe i tregtonin në argjendaritë e tyre, aty ku ju gjetën disa mallra pa dokumentacion ligjor të origjinës. Një pjesë e konsiderueshme sendeve të vjedhura u gjetën edhe gjatë kontrolleve të ushtruara në banesat e tyre. Vlera paraprake sendeve të përllogaritura e sendeve të sekuestruara llogaritet deri 2 milion euro.